Po konsideroj se kryetarët e fuqishëm të qyteteve të mëdha, edhe Prishtina që hera e dytë e merr Prishtinën i njëjti kandidat, por rritet Lidhja Demokratike e Kosovës me votë të antarësisë apo të kuvendit komunal, siç është rritur edhe Partia Demokratike e Kosovës. Sot që propaganda e vetëvendosjes është e ashpër edhe këtë ditë. E shohim për çdo ditë. Propaganda tash është fokusuar te mërgimtarët. E shihni, një vendim i KQZ-s që të votohet edhe jashtë ambasadave apo ambienteve të shtetit, të votohet edhe në restorane, ka bërë që njerëzit të ngrisin alarmin, të reagojnë dhe pëzapi e rikëthen atë vendim. Pra, jo serioz janë, këta njerëz janë jo serioz, gjithë çfarë forme mendojnë veç me rujt elektorat. Edhe tash bëjnë propagandë kinë se këta pe dojnë më shumë mërgatën, e këta të tjerë nuk e dojnë mërgatën. Pra, unë po them, fati i mirë që nuk është ashtu që shë bëjnë tanë me propagandë. Tek e fundit, në zgjedhjet e 9 shkurtit, edhe shumica e kandidatëve që ishin për deputet, ishin edhe kryetar të komunave. Pra, nga LDK edhe nga AKA. Ata jo të gjithë fituan. Për ashtë, pra, njerëzit më të fuqishëm të LDK-s patën fitu, ata që ishin kryetar të komuna, patën fitu. Dhe fatmirësisht ata njerëz janë prapë sot kryetar të komunave. Pra, e rikthyn votën e qytetarëve. Pra, për dallim nga 9 shkurti ku në vota dominante vetëvendosja, edhe në Pej për shembull, edhe në Lipjan, edhe në Ferizaj, edhe të tjera, sot e ke krejt një pasqyrë tjetër. Edhe Agim Aliu e ka rikthy votën pa balotazh, edhe Imri Ahmeti atë i LDK-s Lipjan, edhe ai djali i Fadil Feratit, Ilir Ferati në Stog, edhe të tjetë, edhe Gazmet Muhaxhiri, i cili ishte humbës me 9 shkurt, pra në Pej vetëvendosja kishte dominuar, por e rikthej dhe fuqishëm. Ndonse për pak nuk arriti të marrë pa balotazh, ai e riktheu votën fuqishëm. Dhe po konsideroj se kryetarët e fuqishëm të qyteteve të mëdha, edhe Prishtina që hera e dytë e merr Prishtinën i njëjti kandidat, por rritet Lidhja Demokratike e Kosovës me votë të antarësisë apo të kuvendit komunal, siç është rritur edhe Partia Demokratike e Kosovës. Po konsideroj se në komunat të fuqishme, ku ka edhe qeverisë PDK-ja, edhe LDK-ja, qeverisit lokale, edhe aleanca me 5 komunat e veta që i ka rujt, konsideroj se janë një fuqi, një votë e madhe cila do ta rrisë numrin e vendeve në Parlamentin e Kosovës.